Dalja nga shtrati e Lumi Devoll si pasojë e hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës ka përmbytur një sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore, sera dhe ullin në fshatrat Linas dhe Selit në Cerrik. Një ndër fermerët më të prekur është Daniel Tafa, i cili u kthye nga emigrimi para 7 vitesh për të investuar në bujqësi. Por serat e tij me lakra përfunduan në ujë, duke i shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike. Sipas tij, kjo është hera e dytë brenda 2 muajsh që përmbytet, ndërsa përgjegjësinë ja atribuon keq menaxhimit të digës së Hecit të Banjës. Komplet janë të mbytura, komplet ka mbaruar punë, se këtë se merr askushi tani, në gjendje që është në dhaf nuk e merr askushi. Kjo ka dalë jashtë përdorimit. Të gjitha këto që shikoni janë vetëm nga keq menaxhimi i digës. Janë 3 hektar tokë, janë gati 3 dylym lakër janë jashtë, 5 janë serës, të shikoni jashtë tjetrën, në dhaf janë 3 hektar të mjella. Është një gjendje jashtë zakonisht e keqe për mua. Një muaj sa ka përmbytja e parë, e dyta po të njëjtin muhabet. As vjetë as par vjetë nuk ka pas problem. Kurse si vjetë 2 herë vetëm me banja. 2 herë me laf 2 herë para 3 ditësh ishte e shikojnë të gjithë njerëzit, s'mund të mbyllin syt, nuk mund të mbyllin syt, e shikojnë lumin prua kur anë mban dëgjojnë përmbytje, kurse Devolli është vetëm prua. Kur i vin në momentin e funit, kërkojnë thonë, hapuni ju, hikni ju, ku të shkojmë? Fermeri i bën apel shtetit për ndihmë duke theksuar se shumë prej tyre janë në prag falimentimi. Sikur dhe me 200 lekë të ikin kilja, është një dëm jashtëmase. Sot është me 500 lekë kilja e lakrës. Llogaritej më 5 dylym lakër. 5 janë brenda, po të shikosh tjetrën jashtë ikën truri. Në rast se ndihmojnë, ngre duart për pjetë do largohem. Kjo është rruga e vetme që ngel. S'ka mundësi, s'kam fonde më, se çfarë pata I hodha, kurse tani jam prest të marr ti investoj që të eci përpara. Kurse tani çfarë të marr, e të eci përpara. Ndërkohë edhe drejtori i bujqësisë dhe pyjeve në bashkinë Cerrik, Çerçis Shabani, konfirmon se përmbytjet janë shkaktuar nga hapja e portave të hidrocentralit të Banjës. Megjithatë, ndryshe nga fermerët, ai pohon se dëmet janë minimale dhe se ka nisur verifikimi në terren. E para është shirat që kanë si e përmendë dhe ju, dënësia e madhe, sasia e madhe e rresheve, por në këtë përmbytje ndikoi edhe hapja e portave të hidrocentralit të Banjës. Nuk ka kusheditë çfarë dëmi, megjithatë, ne si bashki kemi ngritur grupin e verifikimit të këtyre dëmeve dhe kemi filluar nga skaj më I lartë që është Selita, edhe po vazhdojmë të marrim fshatrat me radhë për të parë se çfarë dëmesh janë konkretisht. Gjatë 2 ditëve të para të hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës, shkarkimet kanë qenë 290 metra kub për sekond, ndërsa së bashku me prodhimin e energjisë elektrike kanë arritur në 390 metra kub për sekond. Aktualisht prurjet kanë rënë dhe nuk kalojnë nivelin 190 metra kub për sekond. Parashikohet që këto shkarkime të vijojnë derisa niveli rezervuarit të Banjës të zbresë në 150 metra.